Vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën nuk po tregon shenja zbutje, ndërkohë që duke se po zgjerohet drejt pjesës lindore të kontinentit me temperatura që pritet të lënë pas 30 gradët Celsius në Paris, Rom, Berlin, Vjen, Prag dhe Varshavë. Organizata botërore meteorologjike, Agjencia për Motin dhe Klimën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi një ditë më parë se do të duhet të mësohemi të jetojmë me normalitetin e ri të valve ekstreme të nxehtit, të cilat do të ndodhin më shpesh dhe do të jenë më intensive edhe në vitet që do të vinë. Çështja e reagimit ndaj kësaj situate, sipas britanikes The Guardian, po bëhet gjithnjëherë më shumë një çështje politike, pasi pjesë të elektoratit evropian vazhdojnë të shprehin dyshime për koston e politikave për klimën. Shefja e tranzicionit të gjelbër të BE-s, Teresa Ribera, i tha BBC se frika politike po pengon përpjekjet e Evropës për të përballur me efektet e krizës klimatike, edhe pse kontinenti po goditet nga një val rekord të nxehti. Ribera tha se ndonse efektet e emergjencës klimatike po bëjnë gjithnjëherë më të dukshme, nuk po shihet ende reagim me veprimet e duhura, pasi disa parti politike në Evropë vazhdojnë të këmbgulin fuqishëm se ndryshimi i klimës nuk ekziston, ose thonë se marrja e vendimeve për të përshtatur me realitetet mjedisore është shumë e kushtueshme.